bashkë me mua në studio, zonja Ganimete Pashoja Myftiu. Mirë se erdhët, shumë kënaqësi t'ju kemi në studio. Mirë se gjeta, është kënaqësi e veçantë që më keni ftuar. Si janë fundjavat për juve, si nisni ato zakonisht? Ku janë fundjavat, fillojnë në ADV, përfundojnë në MMD, edhe kështu që jemi në endje të konstante, jemi nomad, jetojmë mes Prishtinës edhe Lagzit. Dhe thot gjatë tërë kohës jeni në lëvizje. Jemi në lëvizje edhe kur s'jemi të vetëdijshëm ne në këtë moment bota është në lëvizje. Pra, kjo lëvizja juaj ndoshta e tepër e shpesh ju ka përcjell gjatë gjithë jetës, kështu, ç'është prej fëmijërisë. Ndonjëherë ka qenë mbaramense, por lëvizja është jetë dhe jeta është lëvizje. Nëse kthehemi prapa në kohë dhe shkojmë kështu në mënyrë kronologjike, kthehemi tek fëmijëria juaj, ku keni lind, ku jeni rrit deri në moshën 5 vjeçare, pastaj keni bërë një ndryshim të vendbanimit prap. Si ka qenë për juve ajo periudhë? Po, unë nuk kam kujtime për asaj kohe, po kam pak emocionet forta ndaj manastirit. Unë jam lindur në qytetin e manastirit në vitin 1966. Edhe prindrit e mi kanë jetuar, kanë punuar të dytë në arsim në atë kohë në manastir, dhe ndikur në vitet e 70-ta, ata kuptuan se në Jugosllavinë e atëhershme kishte një vend që ishte më i favorshëm për formimin e shqiptarëve. Dhe ne si shqiptarë në manastir ishim pakic dhe nuk donin të na rrisin me një kompleks të inferioritetit. Dhe ata për këtë arsye, pikërisht për këtë arsye, vendosën dhe na sollën në moshën 5 vjeçare në Prishtinë, në epicentrin e shqiptarisë them unë. Në atë kohë, në manastir, tregua që ishit pakic dhe ishte vështirë të formoheshit si shqiptar, apo jo? Pikërisht, nuk kemi qenë gjithmonë pakic në manastir. Ka pasur periudha historike kur ka qenë dukshëm shumicë popullata shqiptare, por për shkak të historive të mirë njohura diskriminuese, shqiptarët kanë mbetur një pakic e papërfillshme në manastir sot e kësaj dite. Erdhët pastaj në moshën 5 vjeçare në Prishtinë, qëndruat për një kohë më të gjatë apo ende ishit në lëvizje dhe pas asaj kohe? Me familjen e prindërve, se ne femrat jemi si refugjat. Një kohë jetojmë në familje të prindërve, mandej shkojmë refugjat në familjen e burrave, edhe derisa isha në familje, derisa i rumbullaksova provimet e fakultetit deri në moshën 22 vjeçare, isha në Prishtinë. Po në moshën 22 vjeçare kalova në Prizren, aty prej ku është buri im, dhe atje jetuam një kohë të gjatë, prej ku bas një viti u shpërngulëm në Turqi. Pra, para se të shkonit në Amerikë, para se ndalemi tek Amerika, keni pasur edhe eksperienca tjera në vende tjera, në Turqi? 6 vjetë në Turqi, gjysmë viti në Berlin, këte e kam harruar ta përmend përpara, se disim ka ikë, po ka qenë edhe Berlini në pyetje, dhe këto nuk janë vizita turistike, të them, shkon njeriu për një vizitë. Unë sa për vizita turistike kam qenë në Ukrainë 2 herë, kam qenë në Ganë, ose s'është me rëndësi ku kam qenë, po këto janë vende kultura ku ne jemi brumos edhe kemi kuptu realitetin e jetës në një formë krejt tjetër. Ishte vështirë ambientimi në Turqi? Kishte ndonjë arsye të veçantë që shkuat në Turqi, apo? Po, arsyeja ishte sepse atëherë filluan trazirat në Bosnjë, në Kroaci, njëkohësisht, dhe pritej dhe ishte parashikueshme dhe parashikimi doli i saktë që konflikti i ardhshëm i radhës do të ishte në Kosovë. Por ne u strehuam për disa vite atje, blem një banesë që të ketë familja ku të shpëtoj, në qoftë se vinë deri në Turqi, të kemi ku të banojmë vend banimi, por mbas një kohe na u duk se po zbutet Serbia, edhe na u duk se Serbia nuk do ta bëj hapin fatal të sulmit ndaj Kosovës, dhe ne u kthyem në Kosovë në vitin 96. Por fatkeqësisht ndodhi e kundërta. Serbia nuk u zbut, Serbia nuk mblodhi mend prej budallakive që bëri edhe atyre katastrofave humanitare që shkaktoi në Kroaci edhe në Bosnjë posaçërisht, edhe vazhdoi situata edhe në Kosovë. Prej të cilës situatë ne u detyruam të lëvizim sërish, jo me vullnetin tonë. Po, ajo periudha në Turqi si e kujtoni? Ishte vështirë ambientimi në atë kohë, kultura? Ambientimi ishte i vështirë sepse unë gjuhën në sparje e dinja një gjuhë elementare. Nanën e kam turke, edhe nana ime kur nuk ta ka folur turqisht neve.
po dinim pak për familjes të nanës, kuptonim disa fjalë elementare, po për ta kuptuar një kulturë duhet t'ja dish gjuhën. Dhe kur ja din gjuhën, atëherë je me të vërtet je fatlum që mund të përfitosh shumë prej një gjuhë të huaj, edhe prej një kulture të huaj. Edhe mendoj se qëndrimi në Turqi ka qenë fantastik me gjithë rezultatet e punës edhe të gjitha arritjet të tjera. Ajo që ka qenë kulminacioni, ka qenë se ne kemi jetu kulmin e rinis tonë atje. Ka qenë rinia jonë ajo që na ka bo edhe më të lumtur në atë ambient. Po ishit nën në atë kohë, apo tek pas disa vitesh? Nën u bëra në Prizren, do më thënë djalin e linda në Prizren, edhe e mora 1 vjeçar në Turqi, ndërsa në Turqi u lind vajza. Janë të dy janë të lidhur, ky me shkollë, ndërsa vajza me lindje në Bodrum. Bodrumi është një prej qyteteve antike të njoftuna me emrin Halikarnasus, edhe ka pas histori të bujshme shumë, edhe është një fakt shumë interesant nëse do ta reprodukoj sakt. Artemisa ka qenë një lidere e njoftun e Bodrumit, e cila i ka fituar betejat në det. Edhe mënyra se si i ka fituar betejat, i ka djegur anijet e veta që kundërshtari të mendoj se po digjen anijet e saja. Edhe në këtë mënyrë kundërshtari është larguar dhe kjo e ka fituar betejen. Dhe në historinë e njerëzimit, Artemida njihet si një lidere, femër, e cila ka jetuar në Bodrum, në pikërisht në këtë qytet. Në këtë qytet ka po ashtu edhe diçka specifike që ka edhe në Sarand, ka edhe në shumë qytetet tjera, tash po përhapet është lulja e Sarandës ose lulja e Bodrumit, përndryshe me emrin Bukenvilla, dhe ky është emri me cilin unë e quaj vajzën time të vogël, gjithmonë të vogël, Bukenvilla ime. E zgjodhët Bodrumin që të jetoni, pse pikërisht atë vend bregdetar në atë kohë, ndoshta shumica e shqiptarëve kanë qenë të fokusuar në qytete më të mëdha, për shembull si Istanbulli apo Izmiri në atë kohë? Bodrumi ishte një vend, kur ne shkuam në Bodrum në vitin 89, unë për herë të parë, buri kishte shku ma përpara, kishte 11.000 banor, ndërsa në sezon turistik bëheshin 1 milion banor. Mund ta merrni me mend çfarë fluksi ka qenë në atë kohë në Bodrum, dhe ai fluks shëndruar në tregti jepte të ardhura për të gjitha veprimtaritë. Domethënë që të gjithë pasuroheshin për 6 muaj të punës, 6-7 muaj sa ishte. Domethënë një vend popullate me 11.000 banor kalonte në vend turistik me 1 milion banor në sezona. Në sezon, po. Keni kujtime të bukura, po besoj nga Bodrumi. Shkoni ta vizitoni tani në përpushime, apo? Shkojmë, kemi shkuar disa herë dhe kur shkojmë gjithmonë i kërkojmë miqtë e vjetër. Na merr malli për çdo kafe ku kemi pitë, na merr malli për çdo pidexhi ku hajmë, ku kemi ngrënë pide në mbrëmje, na merr malli për ëmbëltoren ku kemi shkuar rregullisht, na merr malli për plazhet që i kemi vizitu. Çdo gjë që krijon emocion, neve na merr malli edhe shkojmë atje dhe i takojmë miqt të cilët i kemi sot e kësaj dite në kontakt falenderuar teknologjisë me e cila na mundson kontakt të përjetshëm. Pastaj treguat që u kthyet në Kosovë me mendimin që gjithçka do të jetë e qetë në vendin tonë, po nuk doli të ishte ashtu. Ashtu është. Ne u kthyem në Kosovë me bindjen se u bën një marrëveshje për edukimin e Kosovës dhe që fëmijët do të kthehen në shkolla, në objekte shkollore, se jo shkolla të rregullta, sistemi shkollor ishte divorcuar prej sistemit të Serbisë. Dhe kur u kthyem, në fillim u duk se do t'ishte serioze kjo punë, por me kohë e pam që vetëm po shkonte te poshtë. Unë hyra në punë në një organizatë shumë të mirë angleze, Children's Aid Direct, edhe ata na jepnin mbështetje të fortë që do të bëhet mirë, po në fakt ata e dinin se do të bëhet luftë. Dhe krejt ato ishin përgatitje për luftë. Edhe ne e përjetuam, faktikisht. Unë për vete e përjetova luftën vetëm një ditë kur u largova prej shtetit, kur vendosa të largohem prej Kosovës, duke menduar se sulmi mund të zgjas 5-6 ditë, Serbia nuk do të ketë forcë t'i kundërvihet NATO-s më shumë, po ndodhje kundërta. Serbia rezistoi 78 ditë net bombardimi. Do me thënë, kjo ishte një fuqi demonike për mu.
Po pse pikrisht Amerikën? Tregua që më herët kishit jetuar në Turqi, ishte me njerë destinacioni i parë që i keni mendu të shkoni në Amerikë për të jetuar në atë kohë, apo? Ne ishim apostujt e kthimit në Kosovë. Edhe unë, edhe buri im i kemi bindur njerëzit mos shkojnë askund. Dhe që ka ndodhi në momentin e fundit, unë shkruava një email. Unë deri atëherë nuk kam ditur të lutem. Konceptin e lutjes e kam pas të huj. Nuk e di si, dhe të partë e mi kanë qenë ateista. Edhe unë nuk kam ditur si formulohet një lutje. Po si duket, në atë email unë i kam vënu të gjitha elementet e lutjes. Kam vënu faktin të cilën jemi, situatën të cilën jemi, ku jemi, adresën ku jemi dhe se kishim dash të shkojmë në Amerikë. Dhe më vjen mu një thirrje telefonike prej organizatës IOM, thot Ganimete Pashoja Myftiu, jeni të ftuar për intervistë për Amerikë. Kjo ndodhi për arsye se unë dërgova një email që unë e quaj sot lutje në parefisin tim të Donika edhe të Tasimi në Amerikë, dhe ata prej emailit tim i kanë dërtuar lëndën edhe kërkesën për bashkim familjar. Mos të harrojmë, refugjatët e Kosovës janë aq sa ka qenë tragjik fati i refugjatëve të Kosovës, po aq shumë ka qenë fatlum sepse bota u mobilizua në një shkallë të paparë dhe ndihmat për refugjatët e Kosovës ishin të gjitha anëve të botës. Mori shumë kohë kjo ndoshta prej punës së emailit derisa shkuat në Amerikë, ishte një procedurë e gjatë? Jo më shumë se 2 muaj. Nuk më kujtojnë hollësisht, por jo më shumë se 2 muaj. Pastaj, ndoshta kur arritët atje një botë, themi kështu krejtësisht më ndryshe, një kulturë tjetër, ishte vështirë ambientimi atje, cilin vend ishit? Pamja e parë ishte që kur mbritëm aty fillun disa njerëz më na i thirrë emrat si kuptojshim na se ata nuk ishin me i lexu emrat tonë. Emrat tonë janë të çuditshëm për ta. E prej aty unë i thosha, djali hallës tem më pret për jashta, e lutësha, ai s'kishte mëshirë, më ktheu ulu në vend aty, mos më fal. Edhe në atë moment e kuptova se sa e vetmume isha, do me thanë, nuk isha unë ajo refugjatja që mendon të se do takohet me kusherit e vetë, po isha tash këtu dikushi që s'më përfill të falve, fare kërkush. Dhe në një moment u hap një derë, se e cilët pjesë të aeroportit, dhe unë i pash djalin e hallës me fëmijët, me balona, duke na prit në formë solemne, do me thanë pritje solemne me të prit. Edhe unë po i thamë, ja ku është djali hallës, ja ku është djali hallës, dhe kështu ata më lëshuan mu me farefisin tim. Fotografit e para të Amerikës që i mbajnë mend janë rrugët e Kosovës sot mbas 25 vjetëve, gjipa, autostrada, vetura, kolona, ngarkesë në trafik, dhe kjo më trishtoi mua, se s'kisha parë në jetë një fluks të trafikut kaq të shprehur. Dhe kjo ndodhi te ne mbas 25 vjetëve. Tash ne rrugët i kemi të njëjta si të Amerikës në kuptimin e ngarkesës, po kemi një dallim që ata shkojnë në punë, ndërsa njerëzit tonë dalin për aktivitete jo pune, edhe ngarkojnë trafikun, edhe bëjnë një humbje sistematike të kohës. Pra kjo ishte ndoshta vizioni juaj i parë sa i përket Amerikës, fotografia e parë. Fotografia tjetër është kur shkum në banesat, në shtëpit e hallës edhe djemve të hallës, ne pam një radhitje, një organizim shumë të logjikshëm. Të gjitha shtëpit ishin të bëra në një logjik. Kishin dhomat e fjetjes, kishin dhomën e ditës, kishin podrumin e lamjes të teshave. Dhe ne për një afat shumë të shkurt kohor, mbritëm të gjejmë një shtëpi të ngjashme me atë model, ishte dupleks, dhe u vendosëm atë shpejt, na ndihmoi shumë kisha katolike, një kish, mos them katolike, ka mujt me qenë luterane, atëherë se kam ditë çfarë kishe ka qenë, po ka qenë një kish që na ndihmoi prej mobiljeve të shtëpisë, edhe deri te orgu, që unë kur tregova që unë performoj në piano, ata ma gjetën edhe orgun për shtëpi. Do me thënë, gjithçka u rregullu brenda një afati shumë të shkurt, edhe u bën punët, fillun të shkojnë balë, gjetën punë, kur gjem punë në Amerikë ti je personi ma i lumtur në botë, sepse kur ke punë ti ke qëllim, edhe e rregullum shtëpinë, edhe shëtitëm Amerikën. Gjatë 3 vjetëve të qëndrimit në Amerikë, ne kemi shëtit ma shumë se sa ata që kanë jetu tanë jetën në Amerikë.
Pra, gjithçka në ato ka ecë për mrekulli për juve, të themi keni pasur fat në atë aspekt. Shumë fat. Fjala fat me shtonja të arta. F-A-T, fat. Qëndruat për 3 vite në atë kohë, pastaj u kthyeet në Kosovë? Pastaj u kthyem në Kosovë, sepse ne gjithmonë kemi ditur se i takojmë Kosovës, dhe gjithmonë kemi menduar se ne mund t'japim kontribut në Kosovë më shumë se në Amerikë, edhe pse në Amerikë dham mjaft kontribut, prap u kthyem në Kosovë, edhe aty atëherë gjeta një organizatë amerikane e cila më punësoi, dhe më vonë shkurt pas asaj, pas kodit, kalova në USAID, edhe në USAID 3 vjetë po ashtu qëndrova, derisa e mora shtetësinë amerikane. Sepse të punuarit për një institucion amerikan, ma mundëson të mu të drejtën që ta marrë shtetësinë amerikane. Edhe me marrjen e shtetësisë amerikane, mu hapën dyert për të shkuar të punoj në Bond Steel, edhe ku kam punuar 15 vjetë me me udhëheqësit e ushtrisë amerikane, prej të cilëve kam mësuar jashtëzakonisht shumë. Nderuar, në pika të shkurta pak a shumë folëm për krejt këto lëvizjet e juaja, po besoj që gjatë këtyre kohëve, përveç momenteve të bukura që i keni pas, jeta ju ka përballë edhe me disa sfida. Po, padyshim, nuk ka sukses pas sfidë. Në fakt, sfida është rezultat, suksesi është rezultat i imposhtjes të sfidës. Në qoftë se nuk ka sfidë, nuk ka kuptim. Suksesi nuk është një trajektore që qëndron lartë tanë kohën, po ka ramje, ka vështirësi, ka zvaritje, ka dhimbje, ka vujtje. Të gjitha këto kanë qenë pjesë, po çka ne zgjedhim të tregojmë është ajo që na afirmon. Ne kemi gjithmonë të vështirë të flasim për atë që nuk na afirmon, sepse ne identifikojmë problemet me dobësi. Nuk është e vërtetë. Problemet në jetë vinë si rezultat i procesit të evoluimit. Dhe në qoftë se ne duam të evaluojmë në një shoqëri, ne duhet të jemi të gatshëm edhe të ballafaqohemi me anët e errta. Unë që prisi kam ardhur në Kosovë, unë kam dhënë shumë intervista. Kam dhënë intervistë për shëndetin mendor. Shëndeti mendor është një temë e paprekur në kulturën tonë, sepse të flasësh për mendjen është të pranosh se si në rregull, domethënë. Kam folur për problemin e varfshmërisë, dhe jo vetëm varfshmërisë nga narkotikët, po varfshmërisë nga videolojrat, nga të gjitha format e varfshmërive të cilat krijojnë te njerëzit çtegullime të mëdha. Çka të flasim sot ne për varfshmëri bebeve prej telefonit mobil? Unë shoh prind të cilët nuk mund të ulen në restoran pa ja dhënë mobilin në dorë foshnjës. Foshnja e ka në dorë mobilin në radhë të parë. Domethënë, unë kam folur për temat më të, jo pse unë kam qenë më e mençme, po pse unë i kam pa këto dukuri, unë i kam përjetu me fëmijët e mi, i kam synu, edhe i kam vrejtë se është diçka për të cilën duhet folur. Dhe se ndoshta, po të kisha mundësi të shkonja pas në kohë dhe ta ndryshonja jetën time, nuk do të kisha ndryshuar asnjë vështirësi që për të cilën kam kaluar, sepse janë pikërisht ato vështirësi të cilat më kanë sjellë në këtë pikë ku jam sot. Prej krejt këtyre vështirësive që i cekët, jeni ballafaqur edhe me një sëmundje të rrallë. Po, unë jetoj prej vitit 1996 me vetëdijsim, domethënë kjo mundet të ketë qenë sëmundje e lindun, por është paraqit në vitin 96, quhet sindroma bipolare. Sindroma bipolare është një çtegullim i funksionimit të valve të trurit, kur emocionet shkojnë shumë lart ose shumë poshtë, por jo në trajektoren e mesme. Edhe për ta mbajtur sëmundjen nën kontroll, unë jam konsultuar me shumë mjek dhe kam më shumë shok psikiatër në Facebook se sa profesioneve tjera. Dhe unë i konsultoj sot e kësaj dite të gjithë dhe e mbaj veten në balancë për të qëndruar në krye të... Në më duket se kam lexuar një përqindje që në botë ka 2% të njerëzve që janë bipolar dhe gjendja e tyre mirëmbahet me një ilaç i cili quhet litium. Dhe litiumi, në qoftë se përdoret me rregull, siç e përdor unë në të jetën time, të mundson të funksionosh në rregull. Për 26 vjet pune, unë asnjëherë nuk kam marrë pushim mjekësor. Mund ta merrni me mend çfarë sëmundje është ajo kur ti mund të funksionosh? Do thot për 26 vite, përderisa
e keni trajtu, pra keni menaxhu në mënyrën më të mirë. Sa flitet sot për këtë çrregullim, ti themi, mos i themi kështu sëmundje? Po, çrregullim, sindrom, po edhe sëmundje, Po. është një barcolet shumë e mirë. Thot, po të ishte Krishti gjallë sot, do ta kishin diagnostifikuar me bipolar, edhe do ta kishin izoluar me barna të rënda. Do të thot, kjo është një prej sëmundjeve ku ti vjen në kontakt me një pozitivitet të hatashëm. Edhe ti je dëshmitar i një bote të paparë për të tjerët. Ti shef diçka për te vizionit që shofin të tjerët. Dhe bipolariteti është pak i njohur në botë, si emër. Njerëzit e përdorin si shamje. Ajo është bipolar. Bipolar jemi të gjithë. Në fakt të gjithë njerëzit, asnjë njeri nuk zgjohet prej gjumit edhe deri në mbrëmje nuk e ka një vijë trajektore të disponimit. Po ka hypje, zhypje, dëgjon një muzikë të mirë, hypje shumë lart, dëgjon diçka të dhimbshme, ulje poshtë, të rritet vetbesimi, prap hyp lart, të bie vetbesimi, të thot dikush një fjalë të rëndë, bien poshtë. Bipolariteti është një funksion i përditshëm, por në rastin si timin ka qenë ekstrem. Do me thënë, unë kam hyp në shkallët e lumturisë të cilat janë të pakuptueshme për njeriu në dimenzionin e tretë, sepse ekzistojnë shumë dimensione të komunikimit dhe unë shpesh herë i referohem të pestit si arritje më e madhe. Në fakt, ka edhe dimension të gjashtë që është vetdia e Krishtit. Pra, nëse spjegojmë pak a shumë këtë çrregullim në bipolaritetit, është do të thotë që nuk kemi një mesatare të disponimit. Jo, nuk ka mesatare disponimit. Cila është ndoshta më e vështirë e menaxhueshme, kur jeni shumë ndoshta me emocione të mira, apo kur jeni krejtësisht ndoshta në ato ditët më të ulta të disponimit? Mund ta merrni me mend që është më e vështira është kur jeni në ditët e lumtura, sepse koha shkon shumë shpejt. Po në fakt si ndjenjë më e vështira është depresioni, sepse kur e kalon fazën e depresionit, atëherë e vënon në pyetje çdo gjë, çdo imësim që të ka ndodhur në jetë e vënon në pyetje. Depresioni është sëmundje e tmerrshme dhe vetëm kush vuan prej depresionit klinik ose prej bipolar mund ta identifikoj veten në këtë problem. Mendoj se për disa aspekte bipolariteti i lartë ose mania quhet ajo, shkalla e lartë e veprimit, është më e vështirë sepse ti nuk je plotësisht i vetëdijshëm në komunikimet e tua. Ndërsa në depresion ti je vetëm i ngadalësuar, ti je i vetëdijshëm për veprimet e tua, por ti nuk ke forcë të thuash asgjë më shumë se kaq. Po, nëse dalemi te kjo pjesa e gjumit, po, keni pas problem të gjumi bëni gjumë është të tmerr. Gjumi është tmerr. Leç është tmerr, po është unë për vetë ja kam delegu burrit tim barnat e gjumit, sepse duhet një kontroll, edhe me mend sa herë unë zgjohem natën, ai duhet të zgjohet me mua, edhe të më jep barnat, edhe të vazhdoj gjumin, edhe më thot ke fjet vetëm 1 orë, vazhdo flej. Çdo orë më thot ke fjet edhe 1 orë, ke fjet edhe 1 orë. Mu më duket shekull kur zgjohem natën, po e mira e zgjimit natën ka qenë që unë natën kam mujt me shkrujt, ka qenë qetësi absolute. Edhe unë kam kriju veprat në bazë të pagjumësisë. E keni shfrytzuar. E kam shfrytzuar kohën, se është shumë kohë e bezdisme është. Nuk është kohë që nuk je në kontakt me njerëz, je vetëm, je fare vetëm, edhe në atë vetmi solemne, se në gjuhën angleze ka 2 fjalë për vetmi. Ka solitude edhe loneliness. Loneliness është kur je vetëm, dhe solitude është kur je vetëm me Zotin. Edhe unë jam në solitude, do me thënë jam në gjendje kur mundem të funksionoj, shkruaj, dhe atë që ka shkruaj mbetet për gjithmonë, për te kufive kohor. Pra, ende preferoni këtë pjesë, shkruani, ende për çka shkruani zakonisht në këtë pjesën? Unë shkruaj për çdo temë që na preokupon tani, por shkrimin e parë serioz që kam bërë të publikohet, është ky libër këtu, quhet Refugees in New Haven. New Haven është një qytet në Amerikë, të cilin libër e kam shkruar në gjuhën angleze për fakultet, edhe sepse në gjatë kohës në Amerikë pata rastin edhe nderin të marrë pjesë në mësime në Universitetin e Yale-it. Edhe këtu janë të përmbledhur nga tregimet e refugjatëve nga Vietnami, nga Kenia, nga Rumunia, nga Serbia, nga Bosnia, nga Kosova,
edhe një Vietnamin e thash, po janë tregime se është shkruar para 25 vitesh. Edhe janë tregime që tregojnë se ne të gjithë jemi refugjat. Në një mënyrë ose tjetër, ne të gjithë hikim nga një realitet. A është realiteti psiqik, a është realiteti tjetër, ne hikim nga një realitet. Ne zhvendosemi në një realitet tjetër. Dhe njëherë kur kam qenë mysafir në shkollën e djalit tim për të spjeguar për refugjatët, ata kishin nxënësat klasës 4 fillore. Si do ta kuptonin ata fjalën refugjat? Ata nuk e dinin çka do të thonë fjala refugjat. Dhe unë nisa tregimin, ligjëratën me fjalën, sa prej jush e din ka është refugjat? Askush se çoj dorën. Sa prej jush e keni dëgju prallën për Borbardhën? Ata të gjithë e çuan dorën. Borbardha çka bënte? Po Borbardha hikte në pyll. Po pse hikte në pyll Borbardha? Kush e ndiqte atë? Kush nuk e donte atë? Dhe kështu e zbërthym konceptin e refugjatit dhe unë në fund ju thash, Borbardha ka qenë refugjatja e parë që ju e keni njoftu. Edhe në këtë mënyrë e zbërthym konceptin e refugjatit. Edhe unë mendoj se edhe sot e kësaj dite, gjithë kjo hikje në internet, gjithë kjo hikje në për lokale, kënde andej, është një lloj refugjat lëku. Ne s'po mund me gjetë paqe me vetveten. Njeriu në gjendje të kënaqur me vetvete nuk kërkon të hiq, kërkon të qëndroj. Pra të regua që gjithë këtë libër dhe gjithë këto shkrimet i keni bërë gjatë natës, kur nata ndërsa ka qenë shumë e gjatë për juve në atë kohë. Në përgjithësi, sa mendoni, sa keni kontakt edhe sa kanë informacion njerëzit në përgjithësi për çrregullimin e bipolaritetit? Informacion kam pak, fjala është e përhapur, evrej përdoret shumë në për filma amerikan, përdoret shpesh, por ato nuk janë tregu se sa njifët të ne sëmundja. Të ne në përgjithësi njifën sëmundje skizofreni, psikoz, neuroz, kështu po flasë për fjallorin e përgjithshëm të njerëzve. Po në thelb, çka do me thënë ajo, nuk ka shumë djeni për këtë. Nuk ka djeni, nuk ka ndjeshmëri. Ajo është ma e dhimbshme, që kur nuk ka djeni, nuk ka asë ndjeshmëri. Pikërisht. Nderuar, ishte shumë kënaqësi t'ju kemi sot në studion e fundjavës. Faleminderit shumë për gjithçka që ndodh sot këtu me ne, por shpresoj se do takohemi prapë. A mund të shtoj edhe një gjatë vogël? Patjetër. Për një refugjat? Për një refugjat që ka mbri në Amerikë me kushtet të refugjatëve. Kjo është fotografia ime me presidentin Biden. Dhe është e nënshkruar me nënshkrimin e tij. Dhe këtu është letra që ma ka dërguar personale. Në cilin vit ishte kjo? 2011. Në vitin 2011. Kur kam punuar në kampi Bonsill, atje jemi taku. Edhe ndoshta mund të duket për një bipolar është një arritje shumë e madhe. Një kujtim shumë i bukur ju pas ka mbet nga ish presidenti i SBA-s. Shumë. E nderuar, ishte shumë kënaqësi edhe një herë faleminderit shumë, ju uroj gjithë të mirat. Faleminderit edhe juve për ftesën, faleminderit për udhëheqjen e jashtëzakonshme që e bët gjatë këtij udhëtimi në për vise edhe kohë. Ishte shumë kënaqësi.